Përshëndetje miq, përshëndetje ja dhe dreka jon për sot bëm peshk, 2 bera në furr, një për vete, një për fëmijët që u përgatita me makarona, sa ata s'pare kanë shumë qef peshkun, po unë për të ngrënë dhe ata peshk, ja bëj ndryshe boll që të hanë. Juve çfarë na bëhet vëdrek, ja këtu po kriposim 2 peshqit që unë ja skuqa burrit se ai e ka qef vetëm skuqur peshku. E bëj me pak miell që mos të ngjisi. Unë e kam bezdi, po s'kam që të bëj se ai vetëm kështu e preferon. Ky është gjithmonë peshku freskët, unë e kam marrë pardije, kam marrë 8 sopë, 4 bera sot, 4 kam në frigorifer, kam dhe 13 që mona para një jave. Peshku freskët që e bje një peshkatar atje tek puna, edhe sa që bje e marrë. E bje të gjallë akoma kure, se e zënë me njës shpejt. Edhe ja këtuja e vëm gjithë për të skuqur. E kthejmë. Të dashur njerëz, ka disa nga ju që më bëni follow, po nuk më ndiqni akoma, si ka mundësi. Mbase nuk do t'i pëlqej të gjithëve, po një follow e meritoj, si thoni. Vazhdojmë akoma me skuqen, unë e kam ullur gazin, që të kuqet ta vash. Edhe ja peshku në furru beti, në është bërë dhe furra për të larë, do të bëjmë i laqë pastaj dhe të lajmë. Po në fillim do bëj një tort, pastaj të shikojmë. Peshku është gati, sado që e bëra me miell, prap ngjiti pak fare. Megjithatë doli super. Kjo ishte dreka jonë për sot, goconi, ju përqafoj dhe ju kam shumë gjanë. Ky është peshku im. Ciao dhe kërkoj ndjes, më ndiqni, ja dhe tavolina jone. Ciao ciao.